kush nga kandidatët e Ferizajt e meriton një ulëse në Kuvend Kosovës? Po vallaj që ki Lulzim Aliu është djali mirë, djali i ri, ep një kontribut mirë. Përshëndetje në emisionin 05, jemi në sheshin e Ferizajt. Jemi sot këtu për pyetjen, kush nga kandidatët e Ferizajt e meriton një ulëse në Kuvend të Kosovës? Ta shohim se si do përgjigjen qytetarët Ferizajas. Përshëndetje. Përshëndetje, zot. Si je, mirë? Bukur, faleminderit, ju e një mirë. Mirë, faleminderit. Apo nërtëne. Nga pak, kush nga kandidatët e Ferizajt e meriton një ulëse në Kuvend të Kosovës? Po vallaj që ki Lulzim Aliu është djali mirë, djali i ri, ep një kontribut mirë. Inshallah që na fiton kë, e na shtabohet edhe kjo, përfundon edhe kjo rrugë. Mendon që Lulzim Aliu i duhet Kuvendit Kosovës? Po, i duhet, patjetër. Çka i kishe thonë për Samir Rason? Veç inshallah ka fat, e inshallah e votoj njerëzt, edhe bëhet deputet. Faleminderit shumë, kënaqësi që Mirë, do respekt, mirë, kalofshi. Në emisioni 05, pasi qytetari u prononcua për emrin Lulzim Aliu, atëherë ju bëjmë dije se Lulzim Aliu gjendet në listën e PDK-s me numër 45.